për të përfituar mundësitë e biznesit që krijohen nga një integrim më i afërt. Për pak momente, do të nënshkruajmë 10 marrëveshje të rëndësishme biznesi. Nesër do të diskutoni 24 investime të tjera të mundshme dhe së bashku, ato mund të sjellin më shumë se 4 miliardë euro investime të reja në rajon. Kështu, kjo do të jetë një nxitje masive për të gjithë rajonin. Kompanitë lokale do të rriten për fal investimeve europiane dhe kompanitë nga Bashkimi Evropian do zgjerojnë veprimtarinë e tyre në rajon duke krijuar vende pune lokale e mundësi të reja për gjatë shumë zinxhirëve të vlerës. E megjithatë, çfarë bën kaq të veçantë këtë forum? Nuk është vetëm madhësia e investimeve që po shpallim. Me këto projekte, po e sjellim Ballkanin Perëndimor brenda politikës tonë industriale të Bashkimit Evropian. Po çelim disa prej iniciativave thelbësore ekonomike tonat për ju, dhe dua të flas për inteligjencën artificiale, dua të flas edhe për integrimin e industrive tuaja në tregun tonë përbashkët. Ndaj sot po përçojmë një sinjal të qartë te sektori biznesit. Nëse zgjidhni Ballkanin Perëndimor, zgjidhni Europën. Kjo duhet jetë motoja jonë. Dhe dua t'ju jap 3 shembuj. I pari, inteligjenca artificiale, i dyti për energjinë e pastër dhe i treti për zinxhirët e furnizimit. Në mlini tani me inteligjencën artificiale dhe më lini t'ju tregoj, t'ju rrëfej një histori që nisi shumë më përpara se sa mund ta kishim inteligjencën artificiale në telefonat tanë. 10 vjet më parë, Europa po ecte pas pjesës tjetër të botës në garën për fuqi kompjuterike. Kishim vetëm një superkompjuter në 10 kompjuterët më të mëdhenj global. Por pastaj kontinenti u mobilizua në tërësi dhe e bëm superkompjuterët për parësitë mandatit parë. Dhe sot kemi 4 superkompjuter në 10 kryesorët globalisht. Po pse është e rëndësishme? Kjo, sepse po i përdorim këta superkompjuter për të zhvilluar zgjidhje europiane të inteligjencës artificiale. Po ngrëm një rrjet fabrikash të inteligjencës artificiale në mbar Europën, dhe këto janë vende ku bizneset e startupet tona mund të zhvillohen, të trajnohen, e po kështu të dislokohen gjeneratat e tyre të ardhshme të modeleve të inteligjencës artificiale. Dhe sot mund të deklaroj që ne do të hapim fabrikat tona të inteligjencës artificiale në Ballkanin Perëndimor. Ta nisim me ngritjen e 2 fabrikave antena në Maqedoninë e Veriut dhe në Serbi, dhe do ta shtrim këtë shtyllë kurrizore digjitale me shpejtësi të lartë në të gjithë rajonin. Dhe kjo do të lejojë kompanitë në të 6 vendet partnere të lidhen me këto fabrika. Që do të thotë kompanitë tuaja do të kenë mundësi të qasen infrastrukturës inteligjencës artificiale europiane këtu në rajon. Me fjalë të tjera, fuqia kompjuterike e Unionit do të jetë në shërbimin tuaj. Ashtu siç dua që të bëhet e ardhmja e inteligjencës artificiale, pra të bëhet në Europë, ashtu dua dhe që Ballkani Perëndimor të jetë në zemër të saj. Shembulimi i dytë ka të bëjë me energjinë e pastër. Zhvillimi i teknologjive të klasit të lartë, të pastër është jo vetëm jetik për planetin, është jetik edhe për konkurrueshmërinë tonë. Çdo drejtues biznesi, çdo familje në Europë kujton krizën energjetike që u shkaktua me pushtimin e Ukrainës nga Rusia dhe ndërprerjen e gazit për ne. Ju kujtohet tronditja e marrjes së faturave të papërballueshme të energjisë elektrike, çmime të cilat u rritën me shpejtësi, por së bashku i tejkaluam ditët më të këqija të kësaj krize, përfshi edhe përmes mbështetjes europiane për vendet e Ballkanit Perëndimor. Por faturat janë ende mjaft larta. Dhe ne e dim se çfarë i rrit çmimet. Është varësia jon nga
energjia fosile e importuar, por e dim se çfarë i ul këto çmime. Duhet të prodhojmë energji më të pastër këtu në shtëpi. Energjia e ripërtëritshme është një energji që prodhohet së brendshmi, kësaj na jep pavarësi. Është energji me kostot ulët, kësaj ul çmimet, e po kështu krijon vende të mira pune këtu në Europë. Por përpos prodhimit energjisë pastër, na duhet po kështu të ecim edhe më mirë sa i përket ruajtjes në shkëmbimit e ndarjes së tij. Në fakt, kjo energji duhet ruhet kur ka bollëk dhe duhet të mund të transferohet lirisht aty ku është nevoja më e madhe. Dhe këtu bëhet sërish thelbësor vendi Ballkanit Perëndimor në Europë. Ju jeni të pozicionuar strategjikisht në kontinentin tonë. Vendet tuaja mund të bëhen qendra prodhimi, ruajtjeje e ndarjeje të energjisë pastër me pjesën tjetër të Europës. Sot do të nënshkruani një sër investimesh që bëjnë pikërisht një gjë të tillë, nga prodhimi i energjisë pastër në të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, në ruajtjen e energjisë, në kasimin e saj në Malin e Zi. Këto do të ulin koston e energjisë elektrike, po kështu do të kontribuojnë në pavarësinë tonë të përbashkët energjetike. Kështu që më lini të jem shumë e qartë. Ju po ndërtoni një shtyllë kurrizore 3 energjetike, jo vetëm për Ballkanin Perëndimor, por po e ndërtoni atë për të gjithë Europën, dhe ju jemi shumë mirënjohës për këtë hap novator përpara që po hidhni në emër të bashkimit.